Pacha me ju o vëllezër dhe motra, gëzuar javën e madhe, që të jetë një javë e mbarë për të gjithë ne, që të na ndihmoj, që të shkojmë me gëzim tek pashket e Jezusit, që të jetë edhe diçka që me të vërtet të na bashkoj gjithmonë më shumë me të, edhe me fuqinë e ngjalljes së tij, që të na shënteroj më shumë. Kemi filluar javën e madhe me të dielën e larit, Krishti që hyn si Mesi në Jerusalem, edhe me këtë gjest njerëzit që pranojmë, që janë njerëzit që pastaj do të kërkojnë që të vritet, që të jetë kryqëzuar, njerëz që kanë këtë kontradikt, këtë kundërshtim brenda vetes, njerëz që tregojnë realitetin që ti edhe unë kemi për brenda. Edhe Jezusi nuk rebelohet ndaj këtij realiteti që ne kemi, që me të vërtetë jemi ashtu të lëkundshëm, por Krishti na don pa mas, edhe shkon me vendosmëri në Jerusalem për të dhënë jetën e vet për ne. Na don falas. Edhe në Ungjillin e Lukës që kena dëgjuar ditën e dielës së larit, ka shumë disa gjëra të veçanta që ka Ungjilli e Lukës, për shembull dialogun me këto cubat, edhe me cubin e mirë, që pranon që i ka gabuar. Edhe i kërkon Jezusit, kujtohu për mu kur të vish në mbretërinë tënde. Edhe Krishti thot, sot do të jesh me mua në Pariz. Edhe Krishti thot Ungjilli i Lukës që ndërsa ai ishte ashtu duke vuajtur mundimet e veta, duke qenë kryqëzuar, ai thoshte, fali o atë që nuk din shbejnë. Mirë, Jezusi na don ashtu pa mas, edhe na shfaqson, edhe me pranu Jezusin që kena pranuar në dielën e larit, është me pranu që rruga vetme të shpëtimit është kjo dashuri falas. Dashuria që deftohet në kryqin e Jezusit. Kjo është dashuria që shpëton, me ken mund të themi ashtu, si gomar. Gomari nuk është kali. Kali është kafshë për të luftuar, për të imponuar veten mbi të tjerët. Krishti nuk bën këtë gjë. Krishti me përvujtëri hyn në kryq, nuk rebelohet si gomari, që gomari ti e që mos i me rrah, edhe nuk rebelohet. Është një kafshë për me shërby, për me punu, jo për me luftu. Edhe ashtu ka hyrë Krishti në kryq, me një shpirt shërbimi, për të na shpëtuar, na ka dashur pa mas. Edhe kur Krishti ka vdekur, e veli në tempullit, u shqyë. Do me thënë që në Krishtin e kryqëzuar, ne kemi hyrjen tek intimitetin e Atit. Në Krishtin e kryqëzuar ne kemi mundësi që me pa që Zoti na don në këtë përmas. Falas, krejtësisht falas. Edhe ka dëshirë me na dhënë këtë shpirt. Në këtë javën e madhe do të dëgjojmë këngët e shërbetorit e Javeut, që na tregojnë, na parakallzojnë vuajtjet e Jezu Krishtit, por jo vetëm mundimet edhe vdekjen e tij, edhe ngjalljen e tij. Edhe sot kënga e parë na tregon që Krishti po vjen, ka ardhur në botë për të na dhënë shikimin e syve, për të na dhënë dritë, edhe për të na çliruar prej burgut. Edhe burgu është egoizmi, është pamundësia me tash, me këtë bujari, me këtë falashmëri që ka Krishti në kryq, me këtë njeri i vërtet, është me këtë të ngjashëm me Jezusin, edhe me Jezusin i kryqëzuar, që ngjall. Mirë, sot
Hana e madhe, e shenjtë, Ungjilli na tregon një gjest që bën Maria, motra e Martës dhe Lazarit. Ajo merr një parfum që kushton shumë, e ajo e derdh plot të këmbët e Jezusit. Edhe fshin këmbët e Jezusit me flokët e tia, me flokët e saja. Me të bën një gjest martësore. Maria është një person që ka qëndruar të këmbët e Jezusit, që ka dëgjuar fjalët e tia, edhe që ka pranuar. Edhe Krishti thot që kush dëgjon fjalët e tia, kalon nga vdekja në jetë. Kush beson në fjalën e tij, nuk ka më eksperimentu vdekjen. Kush e mban fjalën e tij, edhe Maria ka pas këtë fat. Edhe ajo që ka pas dashurinë e Krishtit për brenda, sepse i thot, kush pranon fjalën time, kush me don do të ruaj fjalën time, edhe unë edhe ati do të vim tek ai e do të banojmë në të. Mirë, Maria ka eksperimentuar dashurinë e pamas që Zoti ka për ne, edhe këtë gjë e ka çliruar prej burgut të egoizmit, edhe ajo nuk bën ma llogarit për të dashur, por don si Krishti na ka dashur, falas edhe me bujarin. Edhe kemi një figurë tjetër, Juda Iskariot. Juda Iskariot, që thot Ungjilli i ditës, që ka murmuritur në unikat për faktin se ajo ka ba këtë gjeste e bujaris tepër e madhe. Edhe thot Ungjilli që ai murmurit sepse ai ishte vjedhës. Por mendoj se tu ka diçka më e thellë. Nuk është thjesht vjedhës sepse ai merrte parat që i përkitnin bashkësisë kishës. Por në një kuptim më e thellë, që është me kënd të kundërt se sa ka treguar Maria. Ne çdo herë që jetojmë për veten tonë, që jetojmë me egoizmin, që nuk jemi bujar, ne jetojmë si vjedhës. Sepse të gjitha gjanat që ne kemi, edhe jetën tonë, janë një dhurat që vijnë prej falashmërisë e Zotit, prej bujarisë e Tij, edhe të mirat që ai na ka dhënë janë jo vetëm për ne, por edhe për të tjerët. Edhe jeta jote, jeta ime, nuk është vetëm për ty, është për të tjerët. Edhe jeta jote nuk të përket, nëse ti je i krishterë, nëse ti je i pagzuar, jeta jote nuk të përket. Krishti na ka blerë me një çmim shumë të lartë, që është gjaku i Tij. Ne i përkasim dhëndrit tonë, edhe dhëndri jonë është bujar, na don me falashmërinë. Edhe kur ti edhe unë i jetojmë vetëm duke kërkuar egoizmin ton, të mirat tona, intereset tona, që duke bërë llogaritjen për të dashur të tjerët, ne jemi duke jetuar si vjedhës. Jena të mbajt për veten të mirat që Zoti na ka dhënë për të tjerët. Por sidomos që të mirat që ai na ka dhënë ta jetojmë duke pasur atë në vendin e parë. Maria nuk gabon në bujarinë e saj, sepse në vendin e parë është Jezusi, që është autori i jetës, edhe ai që i ka dhuruar të gjitha të mirat edhe dashurinë që ka çliruar atë. Mirë, kur ajo në këtë kohë shmirë që ne të kundrojmë mundimet e Jezusit, duke kundruar në mundimet e Tij dashurinë e pamas që ai ka për ne, që është dashuria që fiton kundër vdekjes. Që lëvdu Krishti.